Të nderuar dëgjues të Radio Fortunës, jeni me misionin Ta njohim fen. Sonte musafiri yni është imami në qytetin e Lipjanit, Skender Mehmeti, për të trajtuar temën dashuria për xhenetin. Andaj nderuar imam, kisha shkuar me pyetje të radhës, a mund të na përshkruani dashurinë e shokëve të pejgamberit alayhis salam për xhenetin dhe për pasurinë e kësaj bote, cilës si kanë dhënë përparësi kësaj bote apo botës tjetër, me qenë se do të shpeshherë shohim njerëzit që këtë jetën e lënë pas kësaj dynjaje, edhe në fund prap nuk marrin asgjë, vetëm se 2 metra 4 orë domethënë, edhe gjithëhesin sikur I varfri sikur I pasi. Mund të na shpjegoni diçka më tepër për këtë? Po. Kur erdhën pasuri nga plaçka e luftës nga Bahreini, pejgamberi alayhis salam tha: "Kjo do të shpërndahet vetëm medinasve dhe nuk do të jepet gjë mekazve." Me njëherë medinasit ndërhynë dhe thanë: "Jo, o I dërguari I Allahut, marrëveshja mes nesh është që pasuritë të I ndajmë dhe në këmbim të kësaj pasurie të fitojmë xhennetin." Kështu, pasuritë e ardha nga Bahreini u ndan mes medinasve dhe mekazve. Pasi muslimanët morën Mekën dhe pasuritë e tyre u shtuan, pejgamberi u tha medinasve: "Zoti ju shpërblet me të mira. Ju e mbajt besën dhe që sot nuk do jepni pasuri mekazve. Nuk ka nevojë, më mjafton." Medinasi thanë: "O I dërguari I Allahut, ti na kërkove diçka dhe ne në këmbim të kërkuam diçka." Pra fillimi I marrëveshjes, kur pejgamberi bëri marrëveshje me medinasit, ishte që ata të ndihmojnë mekasit dhe këtë ndihmë Allah do t'ia shpërblej me xhenet. Ata I dhanë besën pejgamberit dhe tash pas çlirimit të Mekës, pejgamberi po thotë se ju e keni arrit qëllimin, nuk keni nevojë më të ndihmojnë se këta kanë boll. Medinasit thanë: "Jo, neve do të ndihmojnë vazhdimisht, sepse neve ta dham besën që do I ndihmojmë. E në këtë besë ti na premtove se do ta kemi si shpërblim xhenetin." Pejgamberi tha: "Ju e mbajt besën, edhe unë do mbaj besën që u kam dhënë për xhenetin. Pas 50 apo 60 vitesh, gjithçka që ti posedon I dashur dëgjues do të zhduket. Nuk do të përfitosh prej saj gjë. Kjo botë është e përkohshme, prandaj nuk ja vlen të investosh për të gjithçka dhe të japësh totalisht pas saj. Për shembull, ke 2 parcela me tokë dhe njërin do të jetosh më gjatë e njërin ndoshta do të shkosh ndonjëherë në ndonjë pushim. Shtrohet pyetja: cilën parcel ti do ta ndërtosh më mirë, apo cilën vend do ta ndërtosh më mirë? Aty kur ti do të jetojsh vazhdimisht apo aty kur je I përkohshëm? Me siguri se aty ku do të jetojsh vazhdimisht do të kontribosh më shumë. Neve duhet të jemi të vetëdijshëm se jeta jonë në këtë botë është si musafer apo si një udhëtar. Kështu thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Bëho në këtë botë sikurse një udhëtar apo një musafer." Ndërsa përqendrimi dhe vendqendrimi jonë I përgjithshëm është bota tjetër që për atje duhet të kontribojmë dhe të investojmë më shumë. Qendrimi tjetër heroik I medinasve ishte pas betejës së Hunenit. Kjo ndodhi I tronditi medinasit. Pasuritë dhe plaçka e luftës pas kësaj beteje ishte shumë e madhe. Pejgamberi sa filloi të ndaj plaçkat e luftës, Ebu Sufjanit I dha 100 deve, Safvan ibn Umejjes 200 deve dhe kështu vazhdoi me gjithë mekasit. Kur erdhi radha që medinasit të marrin pjesën e tyre, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk u dha asgjë. Ai kishte bërë një marrëveshje me medinasit dhe në marrëveshje nuk theksoi që ata do të përfitonin nga plaçka e luftës. Ajo që do të përfitonin medinasit ishte vetëm xheneti. Të thuash që synimi dhe objektimi im është xheneti, nuk është fjalë e lehtë dhe kollajt për të mbajtur. Nuk është lehtë. Është mirë ta peshosh mirë para se ta thuash. Pasi në këmbim të ti duhet të pranosh çdo lloj çmimi. Që të kesh objektiv xhenetin nuk do të thotë të mbyllesh në shtëpi apo në xhami dhe të adhurosh vetëm Zotin, jo. Të kesh objektiv xhenetin do të thotë të jesh I suksesshëm në jetë, të jesh I suksesshëm në mësime, të vishësh më bukur se të tjerët, ta kapësh thelbin e gjërave, të mësosh përdorimin e kompjuterit, të mësosh gjuhët e huaja e të tjera, por të gjitha këto të I kesh në dorë dhe jo në zemër. Zoti na ka dërguar me këmbës në tokë dhe na ka urdhëruar të përfitojmë prej të mira materiale të kësaj bote, por zemrën ta kemi të mbushur me dashuri për Zotin dhe xhenetin. Të mirat materiale të kësaj bote të I kemi në dorë
dhe jo në zemër, dhe njëherë të i kontrollojmë dhe të mos na kontrollojnë ato. Nëse pra pasuria e besimtarit e kontrollon atë dhe ka hyrë në zemër dhe u është bërë një lloj dryni, ajo shumë e vështirë për të. Ndërsa nëse besimtari pasurinë e ka në dorë dhe ai e komandon atë, nga aspekti i besimit, ai do të përfitoj shumë prej saj dhe përmes saj ka mundësi që ta fitoj edhe kënaqësinë e Allahut dhe xhenetin e Zotit. Faleminderit shumë që se na kanë ardhur mjaft mesazhe nga dëgjuesit tan. Andaj do të vazhdojmë edhe ta trajtojmë temën, mirë po më pas inshallah do të mundemi që edhe aty dëgjuesve t'ja lexojmë pyetjet edhe t'u japim përgjigjen. Andaj vazhdojmë me pyetjen e radhës, si arriti të bin pejgamberi selam Medinasit kur pas një betejë në një luftë pejgamberi selam u dha pasuri, domethënë luftë vetëm pa plaç të luftës vetëm me kazve. Po, Sad ibn Ubade shkoi te pejgamberi sa më dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, kjo lagje e Medinës thon se ti ke gjetur njerëzit e tu tashmë dhe nuk ke nevojë për ne." Pra, një lagje e Medinës mendonin kështu. Pejgamberi sa më thash është bashkuar me Mekasit, me njerëzit e vendlindjes së tij dhe i kalon anash Medinasit. Pejgamberi u kthye dhe e pyeti Sadin: "Po ti o Sad, çfarë mendon?" Sadi u përgjigja: "Unë jam i popullit tim, dhe me thanë edhe unë e kam të njëjtin mendim." Atëherë pejgamberi sa më tha: "Mbledhi Medinasit o Sad." Me të mbledhur Medinasit, pejgamberi sa më tha: "O banor të Medinës, kam dëgjuar se keni thënë se i dërguari i Zotit tashmë është mes njerëzve të tij dhe nuk ka nevojë për ne." Ato u përgjigjen: "Po, o i dërguari i Allahut." Pejgamberi u tha: "O Ansar, a nuk u gjeta të humbur dhe Zoti ju udhëzoi? A nuk ishit armiq me njëri tjetrin dhe Zoti ju bashkoi zemrat? A nuk ju gjeta të varfër dhe Zoti ju pasuroi?" Ata ju përgjigjen: "Po, ashtu është." "O Ansar, nëse dëshironi mund të përgjigjeni edhe më ndryshe." "Po çfarë të thejmë o i dërguari i Zotit?" I than ata. Ai u tha: "Thoni edhe ti erdhe i varfër dhe të pasuroi Zoti mes nesh. Erdhe i përndjekur nga populli yt dhe ne të strehuam. Erdhe i përgënjeshtruar kurse ne të besuam. Erdhe i lëndruar dhe ne të ngushëlluam. Të gjithë u lën kokën dhe nuk folnin asgjë. Vetëm thonin: është mirësia e Zotit dhe e dërguarit e tij." Pejgamberi alayhis salam më pas tha: "O Ansar, a u mbeti hatri për disa gjëra të kësaj bote, të cilat unë u adhash njerëzve që sapo kishin pranuar Islamin me qëllim që zemrat e tyre të i përfitojmë në fe dhe që të shtohet dashuria për këtë fe, duke u lënë juve me besimin tuaj? A nuk jeni të kënaqur që teksa njerëzit e tjerë kthehen në shtëpitë e tyre me deve dhe dele, kurse ju ktheheni në vendin tuaj me të dërguarin e Zotit? Për Zotin, sikur të gjithë njerëzit të ndiqnin një rrugë, kurse ju ansarët një rrugë tjetër, unë do të ndiqja rrugën e juaj." Dhe në fund pejgamberi tha: "O Zot, mëshiroj ansarët, bijet të ansarëve dhe bijet e bijeve të ansarëve." Të gjithë ata qanë dhe u lagën mjekrat dhe melotët e tyre dhe thanë: "Ne jemi të kënaqur që kemi me vete të dërguarin e Zotit." Në Kur'an gjendet një ajet të dashur dëgjues, shumë domethënës rreth objektivit në jetë. Thot Zoti i madhruar: "Sa për atë që dëshiron këtë botë, ne shpejtojmë që t'i japim çfarë të dëshirojmë atij që duam. Pastaj ja saktojmë atij xhehenemin në të cilin ai do të përvlohet, duke qenë i turpruar dhe i dëbuar. Sa për atë që dëshiron botën tjetër dhe përpiqet për të me gjithë shpirt, e duke qenë besimtar, përpjekja e tij do të shpërblehet. Ne i mbështesim të gjithë me dhuratat e Zotit tënd, dhe këta edhe ata. Dhuratat e Zotit tënd nuk i mohohen askujt." Po të shohim, këta ajete përmendin vetëm dy kategori njerëzish: ata që duan këtë botë dhe ata që duan botën tjetër. Ku janë ata që janë të lëkundur, që nuk dinë çfarë duan, herë duan botën tjetër dhe herë dynjan? Ku janë ata që sa hyjnë në xhami, synojnë xhenetin dhe në botën tjetër, por më të dalë prej saj harrojnë gjithçka dhe jepen pas kësaj bote? Përse nuk përmenden këta njerëz? Dietarët thonë se kjo kategori nuk meriton të përmenden pasi nuk janë njerëz serioz. Ibnul Qayyim thotë: "Xheneti nuk është zbukuruar për ndonjë umet popull, siç është zbukuruar për popullin e Muhamedit alayhis salam."